Çmimi i ulët i trangullit dhe domates ngriti në protest mes ditën e sotme 10 fermer të bashkive Roskovece Dimal. Teksa kanë hedhur për tokë arka me domate e tranguj për shkak të çmimit të ulët në rotondon e fshatit Suknji në Roskovec, ata i kanë bërë apel shtetit të mos i braktisë. Këtu duhet vejdo shteti. Shteti duhet i intereson fare se ç'a heqim ne këtu. Vin vetëm për pjesë votash, këtu duhet ishte edhe kryetari i bashkisë. Vërtet vjen na kërkon vota neve, se kjo nuk po bëhet për politikë. Kjo po bëhet për realitetin. Duhet ishte kryetari i bashkisë këtu Kranesh, që ta krijonte edhe ajo protestën, kishte sjellë ata punonjësit e vet bashkisë atje. Jo të vinë vetëm për vota. Vinë njën me realitetin, me sakrificat që ne po kalojmë. Kemi 5 vjet që kërkojmë fiskalizim të tregut ton, të frutaperimeve. Është një gjë që tha para folsi që e ngrin çmimin e pikat e grumbullimit nga 500 e çojnë 1200 një ditë, pastaj shesën mall që kanë 1200 lekë sa shesim, neve na e ulin çmimin aty 400 lekë, 300 lekë, është tallje. Aktualisht sot po i gjithë dëmesh, vetëm po punojmë me humbje tani. Të marrësh domatën sot me 600 lekë kilogramin e shtupi zotit. Kur ti në Tiranë minimalisht ishte 1000 lekë domatja sot. Në Tiranë domatën e sot e ke 2000 lekë kilën. Organizatori protestës Kocaqi në deklaratën për mediat foli për situatën e vështirë në të cilën ndodhen fermerët. Ne jemi njerëzit që punojmë nga mëngjesi deri në darkë, në të ftohtë, në të nxehtë, në baltë dhe në plurë, për të mbajtur gjallë tokën dhe familjet tona, po për fat keq djersa jon po shkelet çdo ditë. Çdo mëngjes dalim në sera me shpresë që puna jon do të vlerësohet, po kur shkojmë në pikat e grumbullimit, përballemi me padrejtësi të mëdha. Sot na marrin prodhimi me 120 lekë kilogrami, të reja, kurse nesër e ulin pa asnjë paralajmërim në 700 lekë, pas nesër në 400 lekë. Nuk ka asnjë njoftim, asnjë tabel, asnjë standard. Ne punojmë me kosto të larta, me sakrifica, ndërsa të tjerët vendosin çmimin sipas interesit të tyre, kur ne kemi dorëzuar tashmë mundin dhe shpresën tonë. Kërkojmë nga shteti që mos na lënë në mëshirë të fatit. Kërkojmë që të vendoset një rregull, një kontroll, një institucion që monitorojë çmimet dhe të vendosin tabel të qartë në fillim të çdo jave. Ne nuk kërkojmë favore, por drejtësi, ashtu siç ndodh në vendet e tjera europiane. Dhe këtu duhet të ketë një standard të ndershëm për prodhimet tona. Sipas prodhuesve, kjo është loje përsëritur e pikave të grumbulluesve dhe këmbgulin që ndërhyrja e Ministrisë së Linjës është jetike, pasi djersa dhe mundi po u shkon dëm.